ndryshe ka shkaktuar përmbyti të rëndë në qytetin e Durrësit, në Lezhë dhe gjithë zonat rurale përreth. Shkollat janë të izolluar, është e pamundur të lëvizet në Durrës, ndërsa anullua dhe hedhja e kryqit në det në ditën e ujit të bekuar. Për shkak të nivelit të ujit që po rritet, është bllokuar kalimi edhe në autostradën që lidh Tiranën me Durrësin, për shkak se në disa pjesë të rrugës ka nivel uji që e bën të pamundur lëvizjen e mjeteve. Çarkullimi bëhet nga rruga e Ndrosit. Sot është festa fetare e ditës së ujit të bekuar, por ceremonitë e hedhjes së kryqit në ujë janë anulluar për shkak të përmbytjes. Kryeteshkolpi Joan duhet të hedhte kryqin në Bregdetin e Durrësit sot. Rreshtet e dendura të shiut kanë përmbytur qytetin e Durrësit mëngjesin e kësaj të martë, duke krijuar një situatë problematike në shumë aksa rrugore dhe zona banimi. Rrugë, kryqëzime dhe trotuare janë mbuluar nga uji, duke u bërë të pakalueshme për këmbësorët dhe mjetet, pasi në disa zona niveli i ujit arrin deri në 50 cm. Uji po ashtu ka deportuar në hyrjet e pallateve dhe ambientet e bizneseve, ndërsa shumë qytetarë kanë shmangur daljen nga banesat për në punë dhe shkollë. Si pasojë e situatës, mësimi është pezulluar në shumicën e shkollave, por edhe në universitet. Bizneset nuk kanë ngritur shepena dhe rrugët janë braktisur. Gjendja paraqitet e rënduar në të gjithë qytetin, por veçanërisht në zonat e Spitalës, Durrësit të Ri dhe Nishtullës. Probleme serioze janë konstatuar edhe në dy kahet e autostradës Durrës-Tiranë, ku prania e lartë e ujit në disa segmente ka sjellë bllokime të qarkullimit dhe fikjen e automjeteve. Raportohet se lëvizja nga Durrësi në Tiranë dhe ana Sjelltës kryhet vetëm nëpërmjet rrugës së vjetër të Ndroqit. Problemet po rrezikojnë seriozisht edhe banesat. Deri më tani, 8 familje nga Durrësi dhe Shijaku janë evakuuar si pasojë e përmbytjeve. Autoritetet vendore u bën thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme, ndërsa është kërkuar ndihmë nga Tirana me mjete dhe pompa thithëse për përballimin e situatës. Sipas autoriteteve lokale, intensiteti i rreshjeve ka qenë i paparashikuar, pasi parashikimet meteorologjike flisnin vetëm për rreshje të nivelit mesatar. Një sulm nga Shtetet e Bashkuara ndaj një aleati të NATO-s do të nënkuptonte fundin e aleancës ushtarake dhe të sigurisë që kemi përjetuar pas luftës së dytë botërore. Paralajmërimi i kryeministres së Danimarkës Mette Frederiksen vjen pas kërcënimeve të Donald Trumpit se do të marrë ishullin nën kontroll. Në vazhdim në operacionet ushtarak në Venezuelë, Trumpi tha se SBA-ja kishte nevojë për Groenlandën urgjentisht, duke ringjallur frikën e një pushtimi amerikan të ishullit kryesisht autonom, që është një ish koloni e Danimarkës dhe vazhdon të jetë pjesë e mbretërisë daneze. Frederiksen këtë herë foli pa doreza, teksa deklaroi se çdo sulm amerikan ndaj një aleati të NATO-s do të sjellë fundin e gjithçkaje. Nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të sulmojnë ushtarakisht një tjetër vend të NATO-s, atëherë gjithçka do të mbarojë. Kjo përfshin NATO-n e përrjedhoi dhe sigurinë tonë të pas luftës së dytë botërore, u shpreh Frederiksen për rrjetin televiziv danez TV2. Vendodhja strategjike e Groenlandës mes Europës dhe Amerikës së Veriut e kthen atë në një pikë kyçe për sistemin amerikan të mbrojtjes kundër raketave balistike. Nga ana tjetër, burimet e konsiderueshme minerale të ishullit përposen gjithashtu me ambicjet e Washingtonit për të ulur varësinë nga eksportet kineze. Komentet e Frederiksen erdhën pasi kryeministri i Groenlandës, Jens Frederik Nielsen, bëri një deklaratë të drejtë për drejtë, ku i kërkoi Trumpit të heqë dorë nga fantazitë e tij për aneksim dhe akuzoi SBA-n për retorikë krejtësisht të papranueshme. Kërcënimet, presioni dhe fjalët për aneksim nuk kanë vend mes miqve, u shpreh Nielsen në një postim në rrjetet sociale. Nuk i flitet kështu një populli që ka treguar përgjegjësi, stabilitet dhe besnikëri. Çfarë është tepër, është tepër. Boll më me presione, boll me nënkuptime dhe boll me fantazi aneksimi ishte mesazhi i tij. Greenland is a wonderful place. Përsëritja e pretendimeve të Donald Trumpit ndaj Groenlandës nuk kaloi pa reagime në Europë. Ministri i Jashtëm gjerman Johan Wadepool i tha radios Deutschlandfunk se Groenlanda dhe mbretëria e Danimarkës duhet të vendosin vetë për të ardhmen e tyre, mes këmbguljes së BE-s për të evidentuar dhe njëherë parimin e sovranitetit territorial. Shefi ekzekutivit britanik Keir Starmer theksoi se qëndron në krah të Danimarkës. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme franceze shprehu një mendim të ngjashëm. Edhe kryeministri norvegjez Jonas Gahr Store shkroi në platformën X se Groenlanda është pjesë integrale e mbretërisë daneze,
dhe se Norvegjia është në solidaritet të plot me këtë të fundit. Argumenti i Trumpit ka qenë se Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për Groenlandën për arsye sigurie kombëtare dhe mbrojtje. Danimarka, sipas tij, nuk ishte në gjendje ta bënte një gjë të tillë. Brukseli nuk bindet nga ky arsyetim. Një zëdhënës si Komisionet Evropian këmbguli se të gjithë partnerët janë të detyruar të respektojnë suvranitetin e vendeve të tjera. BE-ja do të mbrojë këto parime universale, nënvizoi ai. Çështja u rikthye në qendër të vëmendjes nga një mesazh online nga rrethi i brendshëm i qeverisë amerikane. Gruaja e zëvendës shefit të shtabit të Trumpit, Miller, postoi një hartë të Groenlandës me ngjyrat e flamurit amerikan, të shoqëruar me komentin "së shpejti". Me shqetësim u pa në mënyrë të veçantë deklarata e Trumpit për revistën amerikane The Atlantic, ku tha se ishulli është i rrethuar nga anije ruse dhe kineze dhe nuk përjashtoi mundësinë e përdorimit të mjeteve ushtarake kundër tij. Në kohën kur SBA-ja lëshoi raketa në Venezuelë dhe arrestoi presidentin Nicolas Maduro, koncerni amerikan Chevron festoi 100 vjet prani në këtë vend. Giganti amerikan i naftës është aktualisht e vetmja kompani e madhe amerikane e naftës që operon në Venezuelë. Ekspertët nuk kanë dyshime se në këtë pikë Chevron do të luajë një rol kyç në zhvillimin e ardhshëm ekonomik të këtij vendi. Chevron mund të përfitojë menjëherë nga hapja e mundshme e tregut të naftës në Venezuelë, pohoi për agjencinë e lajmeve Reuters Francisco Monaldi, doktor shkencash dhe ekspert i politikës energjetike të Amerikës Latine në Institutin Baker në Houston. Venezuela ka rreth 300 miliard fuqi naftë, çka e bën atë vendin me rezervat më të mëdha të naftës në botë. Kjo korrespondon me një pjesë prej rreth 17% të rezervave të njohura të naftës në të gjithë globin. Aktualisht Venezuela, sipas të dhënave nga OPEC-u, prodhon rreth 1 milion fuqi në ditë. Chevroni përbën 1/4 e këtij prodhimi. Në nëntorin e vitit 2022, Departamenti Amerikan i Thesarit dhe Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja i dhan Chevronit leje të posaçme për të rifilluar eksportet e naftës bruto nga objektet e përbashkëta në Venezuelë. Tetorin e këtij viti, Chevronit ju dha përsëri një licencë për të prodhuar naftë në vend. Presidenti venezuelian Maduro u shpreh në atë rast mjaft i kënaqur. Ai sa tha se Chevroni ka qenë i pranishëm në Venezuelë për 1 shekull dhe duaj që kompania të operojë këtu edhe për 100 vjet të tjera pas një problem. Përpara vendosjes së sanksioneve të SBA-s ndaj kompanisë shtetërore të naftës në Venezuelë në 2019, si dhe bllokimit të aksesit në tregjet financiare të Shteteve të Bashkuara, në vitin 2017, gjatë administratës së parë Trump, Shtetet e Bashkuara ishin blerësi më i madh i naftës venezueliane, por që atëherë si prodhimi ashtu edhe eksportet kanë rënë, dhe Kina është aktualisht blerësi më i madh i naftës së Venezuelës. Sipas analistëve, kjo mund të jetë një nga arsyet pse është mbajtur në fuqi embargoja amerikane për të gjithë naftën venezueliane. Një gjë e tillë e ka goditur veçanërisht të rënd Kinën, e cila po humbet një burim të rëndësishëm të naftës së lirë që e kishte marrë me zbritje të mëdha.